Kosova sot ndodhet në një krizë politike, shoqërore, ekonomike, krizë shprese, dhe kjo krizë sigurisht se ka një shkaktar dhe ka një adresë. Shkaktar i kësaj krize është Zoti Kurti dhe qeveria aktuale, që 6 vite të arrogancës, konfliktit dhe mungesës së rezultateve, që 6 vite ne ndëgjojmë arsyetime, që 6 vite ne ndëgjojmë propagandë, që 6 vite ne ndëgjojmë viktimizim. Qeverit moten me rezultate mas mandatit 4 vjeçar. Këta janë qeverisë 6 vjetë. Kisha pas dëshirë që sonte bashkë me juve, me i numru projektet dhe me një konstatim të fund, me gjithat ka pas mundësi më bo ma shumë. Fatkeqësisht nuk e kam këtë mundësi. Ku është rruga Dolç Gjakov? Ku është rruga Prishtinë-Pej? Ku është rruga Prishtinë-Gjilan? A u përfundu rruga Prishtinë-Mitrovic? A ka përfundu Hekurudha, Honi Elezit, Leposaveq? So shkolla, so qerdhe, so e nrit pagat, so e nrit pensionet, so përmisu gjendja në shëndetësi, so është përmisu gjendja në arsim, so njohje treja, so antarësime. Kusht Kosova sot në procesin e integrimit B? Ku janë raportet e Kosovës me misht? Kemi arrit deri në atë pikë kush ndërprej edhe partneriteti i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, unë jam i bindur që me përkrahjen e juaj dhe gjithandej Kosovës, kjo do të ndalet dhe Kosova do ndryshon sepse ka potenciale. Kosova nuk ka nevojë për drama politike. Kosova nuk ka nevojë për polarizime. Kosova nuk ka nevojë për arrogancë politike. Fatkeqësisht, Zoti Kurti, në mungesë të rezultateve, sulmon gjithçka që nuk mendon si ai. Sulmon opozitën, sulmon bizneset, sulmon mediat, shkon deri në atë pikë që i sulmon edhe partnerët tonë strategjik. Këto nuk janë zgjedhje për një politikan. Këto janë zgjedhje për ju. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës garon me një program të qartë që i adreson prioritetet dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Me një ekip e cila garanton zbatimin e këtij programi.